Ja pa ku rikthyem sërish në studio dhe tani është pjesa e intervistës. Me të ftuarin kryesor dhe ne kemi një shërbet, nuk është i ftuar pa shërbet. Çfarë kemi bërë për ta pas ftuar, sepse kemi shumë qejf si personazh, këngëtar. Sot sa po na e tha që klipin e parë kanë nxjerrë në 2000, imagjino. Kupton ne jemi rritur, kam qenë një vjet. Sa breza ka rritur, ka kaçurrela shumë të bukura. Aha, say no more. Zëri Sabiani. Mirë erdhe Sabiani. Ta që të thimi mirëmbrëma, mirëmëngjes, mirëdita. Kur do të njerëzit mund ta shohin kur do këtë. Po mirëmbrëma. Sabian si ka qenë kjo periudhë për ty? Mirë, ka dhënë Zoti, mirë. Rregullueshëm fare. Tani Fatosi tha pak më para që ti klipin e ke parë ke nxjerrë në 2000-shin. Pra i bie 26 vite karrierë me matematikën time. Po mund të ketë nisë dhe i çik më para se. Po mirë, po themi klipin. Kur e ke nisur tamam. Muzikën e kam nisur sa e nisi. 5-6 vjet. Me këngë. Po si ka qenë gjithë këto vite me koncerte, a je lodh ndonjëherë ke thënë do heq dorën se do marr pauzë? Shikosh, zgjedhja më e bukur për një artist që të ushqehet me profesionin, domethënë me atë që ka pas dëshirë të bëjë gjithë. Me atë pasionin, me pasionin. Se të ndash midis pasionit edhe punës, pastaj do ishte shumë e vështirë kisha këtu ku jam sot. Kështu që fal Zotit jam ushqyer me këtë zanat edhe që nuk e pasur asnjë nga këto pyetje. Zakonisht artistët edhe thonë që jam lodhur, s'kam më nerva, do ta ndaj, do ta lë. Çfarë punë tjetër që mund të bësh? Normal që do lodhesh. Kështu që më mirë të lodhesh me atë që ti ke talent, që ti ta bësh mirë. E vërtet. Xhepin ata ka mbush pasioni, talenti se unë shohem për pyetjet e mia për lekë, nëse ti e di. Ti materialiste ti po. Jeni çika. Jo thjesht vdes të bëj llogarinë e njerëzve. Si ka pa jemi pak materialistë. Je ku kompenson shumë gjëra tjera që as logjika as shpirti nuk të kompenson. Ma kam mbush në një farë mënyrë, ka plotësuar nevojat e mia, familjes time. Rëndsi ka të kesh shtëpi, ëh? Ti je në rregull me të gjitha. Ka dash Zoti mirë. Fabian, kush ka flok më të bukur, aty apo Gena? Po realisht bjondet numërohen me gishta, kështu që A ti je bjond natyral, bjond nga natyra. Po thuaj se kam seriozil. A ke një rutinë që i mban kaçurrelat apo thjesht janë natyrale? Rutinë çfarë? Do të thënë që rri kujdes për ato produkte. Mund të jem një nga personat që jam shumë i shkujdesur te flok. Pra nuk e një shkum dhe kaq. Genet Fatosi. Po je të nduar ndonjëherë për të ndryshuar modele. Për të drejtuar me djathtë. Ose edhe për të qetur qeros. Për hir të së vërtetës, gjysmën e flokut kam 13 vjet që se kam pas. Jam vetëm pjesa si. Vetëm pjesa si. Po pse kjo zgjedhje? Pasi kam pas shumë flok. Nga dentësia e flokut. Është vapo Fatos vje vera, djersi. Vajza edhe kur vjen puna mezi, duan të çetën qeros dhe këto. Është një bezdi e madhe për vërtet. Së fundmi ke publikuar një material muzikor në bashkëpunim me Altin Sulkun. Si lindi një herë ky bashkëpunim se të dy jeni kështu të vjetër në fushën muzikore shqiptare? Me Altini kemi një miqësi të vjetër. Në 2005. Edhe pasi shkojmë po qytojmë për koncerte së bashku. Erdhi ideja se edhe ideja e këngës ishte me Dibrane. Dhe nuk më erdhi thjesht për Dibrane ta këngë. Do thjesht nuk e di si më rimoj në moment. E thashë ta marr Altinin. Kështu që lajmërova Altinin edhe i pëlqeu materiali. Do me thënë e paske nisur ti, e paske marrë ti iniciativën. Po lekët ti pagonë? Kush pagoj për klipin? Po në këtë status, në këtë moment që jemi, nuk kemi probleme të pagesës. Se ka ca që thonë do vishë do pagush për këtë, për pjesën tënde. Zakonisht pagon ai që e nis. Ai që e nis iniciativën, kështu që ai që bën ftesë. Po mos kisha mundësinë, do i thosh Altin pagoj, kështu që. Sa shtrenjtë është tani të realizosh një videoklip, Sabian, se duket sikur artistët thonë që ka shumë kosto. Mirë s'është që shpenzoj shumë tani për klipe, se rrjetet sociale bëjnë punën e vet. Çdo gjë është te TikToku, viraliteti, ato frazat e shkurtra. Plesto ka penalizuar dhe YouTube-in tani. Po dhe YouTube apo bën këngë vetëm për të qenë në TikTok? Jo se po bëjnë për të qenë në TikTok. Bëjnë këngë që nëpërmjet TikTokut, viralitetin e TikTokut ja kalojnë ta ndihmoj këngën të japi një boost këngës. Patjetër që ndihmon. Sabian, nga gjitha bashkëpunimet që ti ke pasur gjatë karrierës tënde muzikore, cili është ai që thua, ky ja ka vlejt? Bashkëpunime nuk është se kam pasur shumë bashkëpunime me të drejtën. Ke pasur disa dhe këngët e tua më të njohura të themi, ke në bashkëpunim, ato numërojnë
qindra mijëra klikime në YouTube madje. Po Miliona. nuk është thjesht bashkëpunim. Po të flasim për me Marcelin. Po, me Marcelin Po që një ke album të pas. tërë. Po ishte nuk është thjesht bashkëpunim, ishte një duhet. Një projekt më i madh. që Okay. Kemi vazhduar edhe në për koncerte bashkë, kemi iniciuar. Keni qenë bashkë, domethënë gjatë gjithë kohës. Ruktuar së bashku, e kupton. Erdhi një moment që Undat. nuk u ndam, thjesht unë u blodha dhe të lodin këto lodesh dhe me bashkëtorë të shtëpia, jo po. Lodesh me rrobat e trupit. Pra ti u divorcove me Marcelin. Artistikisht. Po realisht, do të thënë projektet e tua me Marcelin, po edhe jo vetëm ka qenë shumë të suksesshme. Po nuk është shko, ishte Do të thënë ishte- 10 vjeçari i parë ka qenë me Tullacin, Po. me Riosin edhe Drimsave nëse janë bani më. Që aty Se filloi. mbani. Bas Tullacit, ke që edhe dueti me Bullgarin, mos harroni. Katja, më thuaj të dua se po vdes për ata. Ngordh. E di pse thash që nuk kam pas bashkëpunim. Kohët e fundit. do të Pa. thoja. Po pse kjo zgjedhje? Imagjino 30 vjet karrierë harrova. Nge, thash do unë s'ka pas shumë bashkëpunim. Si s'ka pas, more. Pse kjo mungesë e Edhe bashkëpunimeve? bashkëpunimet kanë qenë shumë të suksesshme e çuditshme. Gjithmonë bashkëpunimet japin bashkojnë forcat. Po, bashkan dhe është fansat, produkti më i mirë. është produkti i mirë. Gjithmonë. Pse zgjedhja që mos ke shumë bashkëpunime vitet e fundit? Apo secilin e sa Po edhe vet të lodhin tani, ha? bashkëpunimet, se bashkëpunimet të thrasin së bashku për koncerte kanë një Po ke pas një bashkëpunim që ndoshta të kalon shije të keq ose që jo. nuk të ka pëlqyer Ja. daj Jo, po ti shumë po. kujtoni janë gjitha hite kështu. Jo, ti vetë për Për sa shembull kohë që realizimin e kanë tyre. kanë qenë produktiv, s'ka se lë një shihet S'ka keq si- që moj as. Tani Sabiane do kalojmë në një lojë sepse këtu bëjmë lojra. Po. Sa Dhe do të doni, re. zbulojmë çfarë ke bërë dhe çfarë nuk e bër. Po, Aty është tabela. Ah, çfarë ke Është tabela bërë? Ndjesja e shef. E kam bërë, 3 sezone dhe unë harroj. e kam bërë, nuk e kam bërë, Sabian. Po. Çfarë ke bërë dhe çfarë nuk e bërë, sot do hapësh zorrat e bardhë këtu me ne. I kam vjetur dikujt këngën se më pëlqeu shumë. Në studio muzikore. E ke bërë? vjedhur jo, po huazuar, Huazuar. në tuaj. Cilën këngë? Po lërë tani mos. Nuk e mos thua. detaje. Jam bërë aq tap sa nuk mbaj mend asgjë. Çfarë të kam thënë të nesërmen? Po shumë. Unë i kam thënë vjetës çfarë ke bërë. I mban mend je nga ata që mban Jo, mend çfarë nuk ke mbaj bërë? mend realisht. Kam trastuar. Varet kë. E ke bërë domethënë. Varet kë. Se di për çfarë e ke ti fjalën, a thuaj. Tradhti në Po ne përgjithësi trajtojmë në misi shumë dashuri. mënyrash. Në shumë mënyra, okay, ka bërë Okej. në shumë mënyra. Kam flirtuar me një kolege se ishte yll e bukur. Nuk e ke bërë. Kam marrë shifra të frikshme brenda një nate. E ke Me sa bërë. zero, nëse mund na tregosh Sa ka qenë zero. bakshishi më i madh? Bakshish, se kështu. Po bakshish. Bakshish, Pra sa ka bakshish. qenë bakshishi më Jo i madh që pagesë. ke marrë brenda i Milano, natë? Milano 38.000 euro. 38.000 euro për një natë koncerti, jo po Po daf. kolegët tanë kanë marrë dhe më shumë. I ke futur gjitha ti në xhep 38.000? I kemi ndarë. I ke I kemi ndarë, kështu me ndarë. orkestër. Po ç'bëjmë ne këtu, more? Fabian, ke bër çiçi në det? Nuk e ke. Jo, jo. E unë jam besimtare kështu në urrej ato gjë. Okej, mirë. Bravo të qoftë, Allahu. Kam ndjekur vajzën fshehur azi. Nuk mbarojnë historitë e Vazhdoj ta ndjekjeve. ndjek. Vazhdon tani, ka shumë merake? Absolutisht që po. Po mirë, si e Ku ndiqje, të do me bëjnë i thënë, prindë vetë do ta kuptoj. në makinë, hyrje makinës edhe mbrapa asaj? A llollë mënyra është për ta ndjekur. Atë ka kap në njërë ma aty ajo duke e ndjekur, ka thënë çfarë do këtu? Realisht jo. A, Ja. ishin nga Që ke ekspert, ekspert. Bravo. Kontaktoni Sabianin nëse doni të ndiqni ishin. Do keni kesin pyetje? Do Jam- të vetë. Jam konfliktuar fizikisht me një koleg. Nuk Nuk e e ke ka bërë. bërë. Jam penduar për hyrjen time në Big Brother VIP Albania. Jo një herë, po 2 herë. Asnjëherë. Jo, Asnjëherë. edhe për së treti do rihyje? Ja, nuk e kam vendosur, nuk e kam menduar. Po Okej. kapitulli yt në reality show se ne kemi shumë jashtuar së fundmi, Pa. që nga Big Brother i kemi Bigun e Kosovës, kemi Ferm VIP. A mendon që do kesh mundësi për të hyrë në një reality tjetër apo e ke mbyll këtë kapitull edhe s'do hysh më në asnjë? Shiko, jam skeptik për sa kohë që momentalisht nuk ndiej mirë, nuk më pëlqen. Në këtë pëlqen ajo Të çfarë? pëlqen. Okej. Mos ta thënë unë, e the vetë. Ke pasur ndonjë ftesë së fundmi apo jo? Kanë hequr dorë dhe reality show nga ty. Besoj se kanë heqë dorë momentalisht, se ka shumë njerëz që kërkojnë të futen. Po ja, Ta provojnë. Besoj se do kemi ftesa më vonë.
Më vonë? Më vonë thua? Absolutisht do konsumojnë dhe zaurojnë gjitha VIP-a. Edhe do Nga para. nisi cikli. Dhe pyetja e fundit, kam gënjur në këtë intervistë. Në këtë intervistë? Në këtë që sa po bëm. Jo. Ja. Bravo, Zabi. Gjëra vogla. Me që ishim te reality show, nuk e di, a e ke ndjekur rihyrjen e Ilirit në ferm? Mendon që bëri mirë që u rihyri? Jo, mendoj një intensitet të madh, po e kam ndjekur. Çfarë mendon deri tani deri në këtë pikë të lojës për Ilirin? Si ka vepruar? Shko nuk e kam ndjekur Ilirin, konkretisht Ilirin, shoh komentet që nuk e mbështesin edhe Ka dalë pak si negativ. Po, se ndryshe nga Bigu që ishte pozitiv. Unë mendoj që pozitiv. Iliri nuk e njeh Mozën nga jashtë, edhe kjo e ka penalizuar, mendoj që po e penalizon. Unë e kam njoh Mozën që herët. Si të duket ty Moza? Jem pas një marrëdhënie shoqërore misi shumë të mirë me Mozën dikur, po nuk është se dua që të përfitoj nga rastit e të them diçka më tepër. Di që është një enciklopedi me vete, është një thesar për Shqipërinë e përmendjen shqiptare. Iliri sipas teje bëri mirë që rihyri në reality? Ajo është reality? zgjedhja e Ilirit, nuk takon mua që ta gjykoj se kemi pas një sukses të madh, një shoqëri misi të madhe. Unë mendoj që Iliri mirë do të ishte si opinionist në një lloj dhe jo si pjesëtar, si konkurrent. Besoj se opinionist do të shikoja më fort, më mirë. Ti me Ilirin çfarë raporte shruan? Pra përpara hyrjes në ferm komunikoni së bashku? Kur ka qenë komunikimi i fundit? Po shumë para 8-9 muajve. Okej. Nuk është se kishim ndonjë komunikim. Në rregull. Okej, si misia mbetet, mund ta themi. Që s'mund të ngelet misia për çdo njeri. Okej, perfekt. Tani do të kalojmë në një lojë tjetër. Është kjo lojë e bazë që më po vdisja që ta bë. Atëherë loja funksionon kështu. Unë do të bëj një pyetje dhe ti do shtypësh pulsantin. Gjën e parë që do të vinë në mendje. Okej? Nuk ke shumë kohë për të menduar. Sa më shpejt, aq më mirë. Atëherë, fillojmë. Gjëja e parë që më vjen ndërmend kur them fjalën Ilir Shaqiri është Azjes po vjen ndërmend. Sipas te, kush është këngëtari që duhet të lërë profesionin? Në Shqipëri. Po Shqipëri. Për pak, Zabian, për pak. Po vetën time se. Jo, vetë bëm, ha. Ja shumë e spec këto pyetje, nuk është se nuk kam antipati për asnjë nga kolegët. Okej. Fjala që thua më shpesh kur bëhesh me nerva në timon. Se e bëj me pip në thuja. Pyetja tjetër. Përse në tekstin e këngës thua striptease në showbiz? Nuk është tekst i idejuar nga mua, është një tekst i sajuar aty me nga. A ka striptista në showbiz është pyetja? Edhe a fitohet mbi të gjitha. Po s'po striptease ka showbiz. Problemi që kam pasur me policinë është thjesht gjoba makine asnjë. Okej. Po shumë për parkimin. Kënga për të cilën jam penduar është Asik. Okej. Veprimi më i çmendur që kam bërë në xhelozi e sipër. Kam mbyll telefonin. Në fytyrë, duke folur. Nuk është Priti çik të shkeli. Ai kur kanë dikur kesin nuk jam natyrë xheloze. Po je natyrë kontrolluese. Kur për më të kesi, nuk ka xhelozi ke fëmia. Po pra. Ja, që tjetër. Po pra, kur ti është me rak. Është me rak. Fëmia. Pra dy gjëra të ndryshme, shumë gjëra ndryshme. Ai nuk është kontrollues si natyrë. Në xhelozi madh nuk jam, po që që kja të duhet. Të ndihmoj. Tani do arrim në një lojë tjetër, është loja e parafundit Sabian, sepse ti na erdhe në studio dhe ne nuk do të lëm të ikësh pa na kënduar, por nuk do këndosh si herët e tjera. Do këndosh me helium. Dhe këngë jo të tuat, por këngë që do t'i japim ne. Presim të lumbacet në studio. Ne do t'i japim një tekst, më saktë 3 tekste. Dhe ti ja dhe Velina jo. Ja dhe Velina jo. Faleminderit Velina. Për të mbajmë të ndihmoj. 2 edhe të pi 1. Ja pra të lumbacën e parë, ke Sabian, kënga e parë për ty është Noisy, nuk kanë besu. Jepi play DJ. Ti dhe Eliumin edhe Thithe më zapë nga ha. Për type. A është mjafton. Është e shkruar me gjithçka, është e shkruar me arsye të forta pse jam këtu me juve. Mund të isha atje si pjesë atyre. Iku. Edhe këndoje me rrym. Turbo folk.
Po mu më thani, je i tepër dhe hypa. Jo, se ke pije. Pife. Kaloj Për type. Okej. Vol. Kaloj poshtë. Po mu më thani, je i tepër dhe hypa latine. Këto nuk kanë besu kene, këto nuk kanë besu. Su qa them. Hajde dhe një refreni, këto nuk kam besu dhe ne. Këto nuk kanë besu kene, këto nuk kanë besu qa them. Këto nuk kanë besu. Një di do vim në krej, do shkojmë. Pije gjithë. Ora, këto nuk kanë besu kene, këto nuk kanë besu qa them. Këto nuk kanë besu një dit, vina dhe do jena. Hajde. Na. Bravo, kënga tjetër tani. Inteligencë artificiale. A zilloj inteligjencë. Na duhet të më mbatë si tjetër. Kënga tjetër është Në një portokalle. Vazhdo. Dale. Në një portokale moj, të ndala unë ty, lulet e limonit moj, të na bini në sy. Pije prapë. Ngrije kokën e lartë moj, se na mori mali, vinte gusha jote moj, aron portokalli. Dhe të lëmbati fundi që na shkojnë në tavan është për këngën Shoqe Beach. Kallashi dhe Jessica Ndoj. Lexojet mirë tekstit. Ashtu da. Kujdes. Kur të flasësh për më, si për nga më gjë. S'pas kam pirë. Ashtu, ha. Kur të flasësh për mu, vane zhumë shumë të madhe, ti e molekul, unë orbit në gojën tane, kur të është emrin tim, prit. Baro ka shpejt. Kur të shemrin tim, fama mbat ma e madhe, kanë posharën merdhan, bëje selam ti motres, kam dit shoqet mirë, bitch, mos në hajde mrap. Kam dit shoqet mirë, bitch, mos më dil për parat, kam dit shoqet mirë. Bravo Sabiani! Sabiani! Ja doli! Wow! I papari. Si tallen me Gjaxhi Sabin këta, me vetë 5.000. Ja, se ta. Ej, kështë gjarë zërin tënë kështu? Kjo ishte perlë. Wow. Jam i sigurt që do thonë gjithë me inteligencë artificiale nga bërë për kompjuter ta. Filloj kompjuterin, kjo ishte kështu. Ishte me zërin tonë. Qeshëm, por ka ardhur momenti i lojës së fundit dhe është loja më e vështirë nga gjitha. E shikon atë specin përballë? Kjo është loja më pikante. Jemi në kaliente. Po. Ai është spec pikant, ti ose do të përgjigjesh pyetjeve që ke përballë, ose do hash specin. Pecin. Dhe ki kujdes, ai efekti i specit vjen 10 sekonda më pas, është shumë djegës. Si ke marrëdhëniet me pikantet? Mi timidon do të me çupë. Mirë. Hajde trim. Lexoj me zë që t'jetë një orë dhe për publikun. Atëherë, prank. Merë në telefon Casey Medini dhe thuaj që të ka marrë një ofertë për të furë dhe Fema VIP së bashku si një femeri vetëm dhe i thosht. Pra ideja është ti bësh prank Casey, ta marrësh telefon dhe ti thuash, më thanë do hy te ferma një konkurrent bashkë me ty dhe unë i thash po, të shojmë çfarë reagimi do thot Casey. A do pranoj, as do pranoj. Se i ke thënë po, pa i konsultuar, pa e pyet Casey-n. Vëre me viva voce dhe vendose afër te mikrofoni. Alo. Babo. Po babi. Babo. Sa marrë më palestër. Mashallah, di që na hedhi një ofertë për ke ferma VIP, të dy e bashkë. Çfarë do bëjmë aty ne? Do hedhim valle, çfarë do bëjmë? Si mendon ti? Është mbyllur ai kapitull. S'ka më. Fjale babit është. Ti, okay. Fjale babit është ultimatum. Unë i thash po tani. Do më thonë e ke vendosur ti, nuk është se... Nuk u mendova 2 herë vendosa po. Ke dëshira apo jo? Tani po pate dëshirë ti? Jo, mos ma bëj rrafsh më tani po dëshirën. Se di, se kam me shumë qef të drejtën, po
Dhe mos dhe. Është dhe Iliri aty, është Moza. Është edhe... Shumë dhe to. është kast i suksesshëm, ka dhe shumë audiencë. Po, nuk besoj se jam në atë fazë që të kem nevojë për sukses. Jo, s'ke nevojë, po. Gjithmonë kemi nevojë. Bësha ka baba jot. Është në andale Casey, ishte një prank call. Jam këtu me gjithë ka. Të përshëndesim dhe ne. Përshëndesim shumë. Pafshim Casey, pafshim. Pafshim. Hajde shpirti babit. Fabian, Se kishte me qef Casey. Nuk e kishte me qef, po fjalën nuk ja ktheu babaj. Nuk ja ktheu, pa. Qa Ta du lash shpita? Kemi krijuar tani atë. Ama Me qenë ndeqet. as Casey, as ti se keni më me qef, që kam pitullin mbyllur për të dy jo, me sa duket. Shiko e humbur të isë. Pyetja tjetër. Tjetër, A zbulot sot, ose ke kryer marrëdhënie me një fanci ose as peci. Fanset janë shumë të zjarta në muzikën. Ore, kemi. por That laugh. dhe pyetja e fundit nga Kaliente. Na lexo ta dëgjojmë dhe ne çfarë Por. pyetje është. Se ne se dim. Zbulot sot nëse ke kërkuar ndonjëherë keqe nga ndonjë djalë vetëm se nuk të ka pëlqyer ty. E ke bërë apo se ke gustot, bërë? se kemi të përbashkëta unë me vajzën tim. Jo, nuk e kam bërë pse. Se ke bërë, domethënë asnjëherë. Jo, nuk e kam bërë. E ke Vetëm lënë. e ka ndjekur. Po, vetëm e ka Po jo, bërë. nuk është në ato kontekst ajo ndjekje, se di ku shkon truri, jo. Ka lidhje me Po sot si brenda në një marrëdhënie thot. Pyetje. Pra ti nuk e ndikuar, thjesht mund të ke dhënë mendimin tënd, por nuk është se i ke kërkuar që o ndao pik. Që ja, bra. kush është këshilla? Tim kupton më shkon. Mund të kuptoj. Të spesin hajni vet aty. Kush është këshilla më e vyer që i ke dhënë Casey si prind? Po di sikur ke 10 fëmijë, ke rritur 3, ke rritur 5, pastaj bie mundësia që të japësh një këshill të gjashtës. Jam si puna juaj edhe unë, para dhe me fëmijë. As kush nuk më mësoj si ta mësoj. Po. Mësoj vetë gjatë Ke rrugës. mësuar rrugës, duke e Rrugës. rritur. Po më kam mësuar. Thjesht është këshill. Të jetë jo më i mirë se ty. Por mos jetë abuzus. Mos jetë shumë naive, për veten e kësaj. Në raport. Normal. Po kështu i Që famshëm. naiviteti dhe përgëdhelia shumë gjë e keqe që bie edhe mbi mua kjo gjë. Por që besoj se është rritur mjaftueshëm tani për të kuptuar gjërat. Sa fati të ketë tash. Po një person të famshëm, a do e doje për dhëndër apo më mirë i panjohur? Mendoj se kushdo që të rrinte Casey, Për shtatë, E për thon ti shtatë. person i mirë edhe, ta byt lumtur. po kam vënë që Casey ka filluar këtë pretendime. Ah, Nuk është film më parë. Jo se e shoh nga larg gjithmonë, jo se bashkëbisedojmë. Tani ne jemi drejt Mendoj fundit të intervistës dhe ti më the mua më vonë atë historinë e koncerteve. Tani na e po. trego tani ndonjë histori Është koncertesh? histori fani që të ka ngel mendje. Ndonjë gjë që të ka shumë, kërkuar ka dikush, shumë. ndonjë çudi ose ndonjë këngë ose ku ta di unë. Ka shumë pafund. Koncertet tona se nuk është se vu skenat në tani çdo fundjavë na presin 3-4 mijë veta. Edhe ambientet ngushta që Edhe të pirë të janë. pirë janë afër teje, e thon lullë fjalësh, e ke parasysh. Edhe Po kështu gjëra në skenë të Shumë kanë pa hedhur fund. ndonjëherë? pafund. Njëri më thoshte Marcel këndoj që ka të këndoj. Pafund. Gena thon pafund. Edhe si po ti pyesësh ata të njëjtën gjë thon në të kundërt. Edhe për genën. Dikush vjen këtu ke veshi, më thoshte disa këngë. Çka këngë është kjo? Vjen këtu ishte ide urtap. E shtyva një dy herë kështu dhe vinte prap gulmon. Tash të keq qenë vllai tash se s'jam laptop unë. S'jam DJ. Nuk dinte çka kërkonte. Nuk e din. Ta të forta me këta plot. Do të jesh marrëdhënie me njerëzit, me publikun e Vërtet. gjerë. Ka dhe njerëz që ta bëjnë rrafshe, ka njerëz që bezdisin. E vërtet, e vërtet. Gjithsesi 26 Ka forma, vite, plot, ka 26 vite karrierë tani E e pritshme, mësuar po. që është e pritshme po edhe e mësuar, ti bësh ballë gjithëve, Ka çdo njerëz që situatë të vinë aty mundshme. thot ban mund mua thotë të shikon se nuk e mban. Po, mba më kam qenë në Tani koncert ti do mas 2004. Nuk e mban më. Nga fundi. Fabian, projekte të reja, Vera po vjen, nëse mund na zbulosh diçka, si do jetë? Po sot kemi një çizim me Casey prap. Do bëni një këngë të dy bashkë, një këngë tjetër? Po do mundojmë të bëjmë shumë disa këngë, jo vetëm një këngë. E shoh që
ka fill të mirë, ka gjendje të mirë edhe Ka energji të e mirë. pëlqen publiku. Super. Se si po presim ti dëgjojmë. Babe Bi. Pse jo? Se ja. Ne dorojmë shumë sukses dhe Shumë faleminderit që faleminderit, ishe Sabian. pjesë e What the Show Sabian. Po edhe neglizhencën time për të ardhur këtu mos ma meni për dobësi ose Jo, për jo, absolutisht. Teksa ti e këtu do thotë Puna që ajo dhe shumë gazetarë kërkojnë sot kanë bërë këto podcastet janë bërë si Janë shtuar si kërpulla. Si kërpullat, e dim. falje dhe ata që atyre që nuk u japin dot mundsinë. Gjithsesi kështu të lumbace me Elium s'ka vërdall shumë. Kjo ishte e papa. Ishte pe. Faleminderit Sabian. Faleminderit. Jeni shumë të mirë. Faleminderit. Zoti ju ruajt edhe inshallah sa më lart. Faleminderit gjithashtu edhe për Baz ju. do shihemi të premte në radhës në orën 8. Ju do na bëni subscribe patjetër, se ku ta veni pas subscribe. Këtu poshtë subscribe. Mos Do humni shihemi asnjë të prodhime premten tona. përsëri në orën 8 vetëm në Andale. Faleminderit, Pacim. pafshim. Ándale.